të braktisur në rrugë, pa ushqim dhe pa ditur ku të shkonin. Gjoni, vetëm 10 vjeç, ecte duke u përpjekur të duke i fortë. Në krah të tij ishte Qiku, vëllai i vogël 8 vjeçar, me këmbë të lodhura dhe me sytë plot frikë. Ata ishin lënë atje krejtësisht vetëm, pa shtëpi, pa familje dhe pa askënd që të kujdesej për ta. Pas orësh të tëra duke ecur nëpër fshat, diçka u shfaq mes shkureve, një fermë e vjetër. Gardi ishte i thyer, shtëpia dukej sikur do të shembej nga çasti në çast, dhe në obor kishte vetëm disa dera të dobët që endeshin në balë. Nuk dukej si vend ku mund të jetonin 2 fëmijë, por për Gjonin dhe Qikun ajo dukej si e vetmja mundësi për të mbijetuar. Dhe ishte pikërisht në atë fermë të vjetër, të harruar nga të gjithë, që jeta e 2 vëllezërve do të fillonte të ndryshonte në një mënyrë që askush nuk do ta kishte imagjinuar. Dielli ishte tashmë lart në qiell kur 2 pika të vogla filluan të dukeshin në rrugën e vjetër prej dheu që kalonte nëpër fshat. Pluhuri ngrihej ngadalë me çdo hap që ata bënin, duke u ngjitur në rrobat e tyre të thjeshta dhe në këmbët e lodhura. Kushdo që do të kalonte aty pranë ndoshta as nuk do ta kuptonte nga larg se ishin vetëm 2 fëmijë që po ecnin vetëm. Më i madhi ishte Gjoni, një djalë vetëm 10 vjeç, që përpiqej të mbante shikimin të fortë ndërsa mbante dorën e vogël të vëllait. Pranë tij ishte Qiku, 8 vjeç, që ecte ngadalë, her pas here duke tërhequr pak këmbët mbi tokën e thatë të rrugës. Ata nuk kishin valixhe, nuk kishin ushqim dhe nuk kishin një destinacion. Gjithçka që mbanin ishte një qese e vogël prej pëlure me disa rroba të vjetra dhe një copë bukë të fortë që e kishin ndarë mes tyre më herët atë mëngjes. Era e ngrohtë e fshatit frynte lehtë ndërsa ata vazhdonin rrugën. Qiku ishte i pari që theu heshtjen. Gjon, do të ecim ende shumë? Zëri i tij doli i ulët, pothuajse tepër i lodhur për të vazhduar. Gjoni pa përpara, duke u përpjekur të dukej më i fortë se sa ndihej në të vërtetë. Edhe pak, u përgjigj ai. Por e vërteta ishte se edhe ai nuk e dinte. Që nga mëngjesi i asaj dite, ata kishin ecur nëpër rrugë pa drejtim. Toka dukej gjithmonë e njëjtë. Gardhet e vjetra përsëriteshin përgjatë rrugës dhe pemët e shpërndara në fush ofronin vetëm pak hije që zhdukej shpejt ndërsa dielli ngrihej më lart. Qiku shtrëngoi më fort dorën e vëllait. Kam uri. Gjoni ndjeu zemrën t'i shtrëngohej në gjoks. Edhe ai kishte uri, por e dinte se nuk mund ta tregonte këtë. Që nga momenti kur gjithçka kishte ndryshuar, ai e kishte kuptuar shumë shpejt një gjë, tani ishte ai që duhej të kujdesej për vëllain. Pak ditë më parë jeta e tyre ishte ndryshe. Ata jetonin në një shtëpi të vogël e të thjeshtë në fshat me prindërit e tyre. Nuk ishte një jetë e lehtë, por kishte gjithmonë ushqim në tryez, kishte ndonjëherë të qeshura dhe kishte ndjenjen se gjithmonë ekzistonte një vend i sigurt ku mund të ktheheshin. Derisa erdhi sëmundja. Së pari u dobësua babai. Pastaj edhe nëna filloi të përkeqësohej. Brenda pak muajsh, shtëpia e vogël që më parë kishte qenë plot zëra dhe lëvizje u mbush me heshtje dhe shqetësim. Dhe pastaj, në një kohë aq të shkurtër sa dukej e pamundur për t'u pranuar, të dy u larguan nga kjo bollë. Gjoni e kujtonte ende ndjenjen e asaj dite. Njerëzit nga komuniteti i vogël erdhën për të ndihmuar. Disa të afërm erdhën nga larg dhe për disa ditë dukej sikur gjithçka do të rregullohej. Por pas varrimit gjërat filluan të ndryshonin. Bisedat filluan të bëheshin me zë të ulët. Kush do të kujdeset për djemt? Unë nuk kam mundësi. Në shtëpinë time tashmë ka shumë njerëz. Ndoshta dikush tjetër nga familja mund t'i marrë. Gjoni i dëgjonte të gjitha në heshtje, i ulur në një cep të shtëpisë ndërsa Qiku flinte i mbështetur tek ai. Ai ende besonte se një i rritur do të thoshte, ata mund të qëndrojnë me mua. Por ai moment nuk erdhi kurrë. Të nesërmen, një nga të afërmit futi disa rroba në një qese dhe tha se do t'i çonte djemt në qytet, ku një tjetër familjar ndoshta mund të ndihmonte. Gjoni e besoi. Edhe Qiku. Ata hipën në makinë pa bërë pyetje. Por pas disa orësh udhëtimi, makina ndaloi në të njëjtën rrugë prej dheu ku ata tani po ecnin. Do të qëndroni këtu pak, tha burri, duke treguar drejt rrugës. Ecni andej. Ka disa shtëpi më përpara. Gjoni nuk e kuptoi menjëherë. Ju nuk do të vini me ne? Burri shmangu shikimin e tij. Kam disa punë të tjera. Pastaj hipi përsëri në makinë. Motori u ndez dhe pak sekonda më vonë automjeti u zhduk duke ngritur një re pluhuri në rrugë. Gjoni qëndroi i palvizur duke parë derisa makina u zhduk krejtësisht.
Qiku ende mbante dorën e tij. John, ai do të kthehet. Djali më i madh heshti për disa sekonda. Thellë në zemër ai tashmë e dinte të vërtetën, por nuk mund t'ia thoshte këtë vëllait. Le të ecim, tha ai. Dhe kështu filloi udhëtimi i tyre. Orë më vonë, ata vazhdonin të ecnin nëpër rrugë pa e ditur ku po shkonin. Nxehtësia e bënte ajrin të rëndë dhe lodhja filloi të rëndonte në këmbët e Qikut. John. Çfarë ka? Jam i lodhur. Johnny pa përreth duke kërkuar një vend për të pushuar pak. Rruga dukej e pafund, por disa metra më përpara ishte një pemë e madhe që bënte më shumë hije. Le të ulemi atje pak. Ata u ulën në tokë nën pemë. Qiku mbështeti shpinën në trungë dhe mbylli sytë për disa sekonda. Johnny nxori copën e vogël të bukës që kishte mbetur në qese. Ai e theu në 2 pjesë dhe i dha pjesën më të madhe vëllait. Haje. Po ti? Unë kam ngrënë më parë. Ishte gënjeshtër. Por Qiku e pranoi pa bërë pyetje. Ndërsa vëllai hante ngadalë, Johnny shikonte rrugën. Heshtja e fshatit dukej e madhe në atë moment. Nuk kalonte asnjë makinë, nuk ecte askush. Vetëm era e lehtë që lëkunte gjethet e pemëve. Atëherë diçka tërhoqi vëmendjen e tij. Pak më përpara, mes disa pemëve larg rrugës, dukej një gardh i vjetër prej druri. Johnny u ngrit ngadalë për të parë më mirë. Mes barit të lartë dukej një tokë e madhe dhe në fund të saj një ndërtim i vjetër, një shtëpi. Gardhi ishte i thyer në disa vende dhe vendi dukej gjysmë i braktisur. Por kishte lëvizje. Disa kafsh po ecnin në obor. Johnny e tërhoqi Qikun nga krahu. Eja këtu. Çfarë ka? Mendoj se ka një fermë atje. Qiku u ngrit menjëherë. Ka njerëz? Nuk e di. Të dy bën disa hapa përpara për të parë më mirë. Tani dukej qartë. Ishte vërtet një fermë. Shtëpia ishte e vjetër dhe shumë e konsumuar nga koha. Disa tjegulla të çatis ishin të shtrembëruara dhe një pjesë e murit të drurit tregonte shenja të viteve. Obori ishte plot me barë të gjatë, por në mes të tij kishte disa dera që ecnin ngadalë në balë. Qiku hapi syt i habitur. John, shiko. Johnny qëndroi duke parë në heshtje. Ndoshta vendi ishte i braktisur. Ndoshta jo. Por në atë moment, pas orësh të tëra duke ecur në rrugë pa ditur ku të shkonin, ai vend dukej si e vetmja mundësi për strej që kishin gjetur. Ai mori frym thellë dhe shtrëngoi dorën e vëllait. Le të shkojmë ta shohim. Dhe kështu dy vëllezërit filluan të ecin drejt fermës së vjetër, pa e ditur se ai vend i harruar në mes të fshatit do të bëhej fillim i një jete të re për ta. Djali më i madh hodhi syt drejt kotecit të derave. Për një çast ai qëndroi në heshtje duke menduar. Pastaj foli me zë të ulët, si të kishte frikë se ideja mund të zhdukej nëse e thoshte shumë fort. Ndoshta mund t'i ndërrojmë për ushqim. Ideja mbeti pezull në ajër për disa sekonda. Ishte një plan i thjeshtë, por ndoshta ishte i vetmi që kishin. Djali më i vogël, Qiku, u ngrit menjëherë me sytë që i shkëlqenin nga entuziazmi. Atëherë mund të kujdesemi për ta, tha ai me shpresë. Djali më i madh, Johnny, nuk u përgjigj menjëherë. Ai vështroi kotecin, shtëpinë e vjetër dhe gjithë tokën përreth. Pas disa çastesh, një buzëqeshje e vogël u shfaq në fytyrën e tij. Ndoshta ishte e mundur. Ndoshta ajo fermë e braktisur, me një shtëpi të vjetër dhe disa dera të harruar, mund të shndërrohej në diçka më shumë. Në atë moment, Johnny filloi të kuptonte diçka të rëndësishme, të mbijetojë aty nuk do të varej nga fati. Do të varej nga puna. Dhe edhe pse ishin vetëm 2 fëmijë në mes të fshatit të qetë, ata ishin të gatshëm të përpiqeshin. Ditët filluan të kalonin ndryshe në fermën e vjetër. Në fillim gjithçka dukej e çuditshme për Johnin dhe Qikun, sepse çdo mëngjes sillte sfida të reja që zakonisht 2 fëmijë nuk do t'i përballonin vetëm. Megjithatë, pak nga pak, ata filluan të krijonin një rutinë të vogël. Johnny zgjoi gjithmonë i pari, madje para se dielli të ngrihej plotësisht mbi horizont. Ai dilte nga shtëpia e vjetër dhe shikonte oborin për të parë nëse gjithçka ishte në rregull. Ajri i mëngjesit ishte i freskët dhe i qetë, dhe shpesh i vetmi tingull që dëgjoi ishte cicërima e zogjve. Qiku zakonisht zgjohej pak më vonë. Por sa po hapte syt, ai vraponte jashtë për të ndihmuar vëllan në çdo gjë që mundej.
Ferma ende duke e braktisur, por çdo përpjekje e vogël që bënin fillonte ta ndryshonte pak nga pak vendin. Johnny pastroi një pjesë të barit të egër që ishte rritur pranë shtëpisë duke përdorur një shak të vjetër që kishte gjetur në një depo të vogël veglash. Ndërkohë, Chiku mblidhte copa druri dhe gur për të rregulluar disa pjesë të gardhit të thyer. Puna ishte e thjeshtë, por çdo ditë toka dukej pak më pak e harruar. Edhe derat filluan të mësoheshin me praninë e dy vëllezërve. Në fillim, kafshët qëndronin larg dhe I shikonin me kujdes. Por shpejt e kuptuan se ata dy djem ishin ata që sillnin ushqimin. Johnny zbuloi se mund të përziente misër me mbetje frutash dhe disa rënje që gjente pranë tokës. Nuk ishte ushqimi më I mirë, por ishte I mjaftueshëm për t'i mbajtur kafshët të forta. Një mëngjes, ndërsa po hidhte ushqim në kotec, Chiku vuri re diçka që e bëri të thërriste menjëherë. John, shiko këtë. Djali më I madh u afrua dhe pa një nga derat më të rinj që po përpiqej të shtyej mes atyre më të mëdhenjve për të arritur ushqimin. Kafsha dukej më e fortë se kur kishin mbërritur në fermë. Mendoj se po rriten, tha Chiku me një buzëqeshje të vogël. Johnny e vështroi kafshën për disa sekonda. Ishte e vërtetë. Derat dukeshin më të shëndetshëm tani që ushqeheshin çdo ditë. Kjo është mirë, tha ai me qetësi. Chiku ul pranë gardhit ndërsa derat vazhdonin të hanin. Pas pak, ai ngriti syt dhe bëri një pyetje që e kishte menduar prej kohësh. John mendon se dikush do të vijë të na kërkojë? Pyetja e la djalin më të madh në heshtje për disa sekonda. Ishte një dyshim që edhe ai e kishte ndonjëherë. Ndoshta ndonjë I afërm do të kujtohej për ta. Ndoshta dikush nga komuniteti I vjetër do të vendoste t'i ndihmonte. Por me kalimin e ditëve, ajo mundësi dukej gjithnjë e më e largët. Johnny tundi kokën ngadalë. Nuk besoj. Chiku nuk tha asgjë. Ai vetëm vazhdoi të shikonte derat ndërsa mendonte për gjithçka që kishte ndodhur që kur kishin lënë shtëpinë e tyre. Megjithatë, kishte diçka ndryshe në atë fermë. Për herë të parë që nga momenti kur kishin humbur prindërit, ata po arrinin të bënin diçka të funksiononte. Atë pasdite, Johnny vendosi të eksploronte një pjesë të tokës që nuk e kishin parë mirë më parë. Pas depos së veglave kishte një copë të vogël toke që dukej më e pastër, sikur dikush ta kishte përdorur dikur për të mbjellë diçka. Ai thiri vëllan. Çik, eja këtu. Të dy qëndruan për disa sekonda duke parë tokën. A mendon se mund të mbjellim diçka këtu? Pyeti djali më I vogël. Johnny nuk ishte I sigurt. Por ai kujtonte disa gjëra që kishte parë baban e tyre të bënte kur punonte në arën e vogël të familjes. Ndoshta, tha ai. Ai mori shatin e vjetër dhe filloi të punonte tokën. Dheu ishte I fortë në disa vende, por poshtë kishte ende pak lagështi. Chiku u emocionua menjëherë. Mund të mbjellim misër. Johnny buzëqeshi lehtë. Së pari duhet të gjejmë farat. Ideja dukej e thjeshtë, por në atë moment ndezi një shpresë të re brenda tyre. Nëse do të arrinin të mbillnin diçka, ndoshta nuk do të vareshin vetëm nga frutat që gjenin nëpër tokë. Atë natë, pas një dite të gjatë pune, të dy u ulën përpara shtëpisë. Qielli I fshatit ishte mbushur me yje. Ajri ishte I freskët dhe heshtja e natës prishej vetëm nga zhurma e karkalecave dhe lëvizja e derave në kotec. Chiku shikonte qiellin ndërsa mbante në dorë një copë druri që e kishte përdorur për të rregulluar gardhin. John mendon se mund të jetojmë këtu për gjithmonë? Djali më I madh nuk u përgjigj menjëherë. Ai gjithashtu shikonte qiellin duke menduar për gjithçka që ende duhej të bënin për të mbijetuar. Nuk e di nëse për gjithmonë, tha më në fund. Por tani për tani mund të qëndrojmë. Chiku buzëqeshi. Mua më pëlqen këtu. Edhe Johnny filloi të kuptonte se ferma e vjetër nuk dukej më thjesht si një vend I braktisur. Shtëpia ishte më e pastër, gardhi po bëhej më I fortë dhe derat po rriteshin të shëndetshëm. Pa e kuptuar, dy vëllezërit që dikur ishin lënë vetëm në rrugë po ndërtonin diçka që nuk e kishin imagjinuar kurrë. Një vend që ngadalë po shndërrohej në një shtëpi. Me kalimin e javëve, ferma e vjetër filloi të dukej gjithnjë e më pak e braktisur. Puna e përditshme e dy vëllezërve ishte e thjeshtë, por e vazhdueshme. Johnny kalonte shumë kohë duke punuar tokën, duke pastruar barin dhe duke u kujdesur që koteci I derave të ishte I rregull. Chiku ndihmonte sa mundej. Ai mblidhte fruta nga pemët, sillte ujë nga pusi dhe kërkonte copa druri për të përforcuar gardhin.
Edhe pse ishin vetëm 2 fëmijë, ata po mësonin gjëra që nuk e kishin menduar kur se do t'i mësonin vetëm. Çdo problem i vogël kërkonte një zgjidhje. Një mëngjes, ndërsa Gjoni po ushqente derat, ai vuri re se një nga kafshët dukej ndryshe. Deri më i vjetër, ai që zakonisht vraponte i pari drejt ushqimit, ishte shtrirë në një cep dhe mezi lëvizte. Gjoni thiri menjëherë, "Çik, eja këtu pak." Djali më i vogël vrapoi drejt gardit. "Çfarë ndodhi?" Gjoni tregoi kafshën. "Mendoj se është i sëmur." Të dy e vëzhguan për disa sekonda. Deri ngriti kokën ngadalë, por dukej shumë i dobët për t'u ngritur. Për një të rritur, ndoshta do të ishte vetëm një problem i vogël. Por për Gjonin dhe Çikun, ishte shumë më tepër se kaq. Derat ishin pothuajse e vetmja gjë që kishin. Nëse diçka u ndodhte, do të bëhej shumë më e vështirë të jetonin në atë fermë. Çiku e pa vëllan me shqetësim. "Gjon, çfarë bëjmë?" Gjoni nuk u përgjigj menjëherë. Ai u përpoq të kujtonte diçka që kishte parë baban të bënte kur një kafshë sëmurej. Pas disa çastesh, mendoi për një gjë të thjeshtë. Ndoshta është vetëm i lodhur ose i uritur. Ai solli pak ujë nga pusi dhe e vendosi pranë kafshës. Pastaj hodhi pak ushqim më afër. Të dy qëndruan duke parë në heshtje. Pas disa minutash, deri filloi të lëvizte pak më shumë dhe më në fund u ngrit ngadalë. Nuk dukej plotësisht mirë, por të paktën u afrua te ushqimi. Çiku mori frym thellë, i lehtësuar. Për fat të mirë. Gjoni gjithashtu mori frym thellë, duke kuptuar se çdo ditë në atë fermë ishte një provë e re, por edhe një hap më pranë jetës që po ndërtonin së bashku. Ajo situatë e vogël i bëri të dy vëllezërit të kuptonin diçka shumë të rëndësishme. Të kujdeseshe për atë fermë nuk do të thoshte vetëm të ushqeje derat ose të pastroje oborin. Do të thoshte të kujdeseshe për shumë gjëra në të njëjtën kohë. Çdo cep i tokës kërkonte vëmendje, çdo ditë sillte një problem të ri dhe çdo vendim i vogël mund të ndikonte në jetën e tyre. Atë pasdite moti filloi të ndryshonte. Në fillim ishte pothuajse e padukshme, por ngadalë qielli filloi të mbushej me re të errëta. Era u bë më e fortë dhe gjethet e pemëve filluan të lëviznin më shpejt. Fshati shpesh ishte i paparashikueshëm. Kur shiu vinte, shpesh vinte me forcë. Gjoni hodhi syt drejt horizontit dhe menjëherë e kuptoi se duhej të përgatiteshin. "Çik, hajde të mbyllim kotecin," tha ai. Çiku vrapoi menjëherë për ta ndihmuar. Të dy filluan të përforconin gardin me copa druri që kishin gjetur më parë në obor. Ata e dinin se nëse derat friksoheshin gjatë stuhis, mund të përpiqeshin të dilnin jashtë. Era vazhdonte të rritej dhe në pak çaste pikat e para të shiut ranë mbi tokën e thatë të oborit. Në fillim ishte vetëm një shi i lehtë, por brenda disa minutash stuhia arriti me gjithë forcën e saj. Shiu binte fort mbi çatin e shtëpisë së vjetër. Era tunte pemët përreth fermës dhe degët përplaseshin njëra me tjetrën. Brenda shtëpisë, dy vëllezërit u ulën pranë murit. Ata dëgjonin zhurmën e ujit që përplasej mbi dërasat e çatisë dhe shpresonin që ajo të mos shembej. Çiku mbështolli gjunjët me duar dhe shikoi vëllan. Gjon mendon se shtëpia do të qëndrojë? Edhe Gjoni ishte i shqetësuar, por ai nuk donte ta tregonte. "Po," tha ai me qetësi. "Do të qëndrojë." Për gati një orë shiu vazhdoi të binte me forcë mbi fermë. Uji rrifte nëpër obor duke formuar pellgje të mëdha dhe zhurma e stuhis dukej edhe më e madhe brenda shtëpisë së vogël. Por pak nga pak era filloi të qetësohej. Shiu u bë më i dobët. Më në fund, heshtja u kthye. Kur gjithçka mbaroi, Gjoni u ngrit dhe hapi derën e shtëpisë ngadalë. Ai shikoi jashtë me kujdes. Obori ishte plot me pellgje uji. Disa pemë kishin humbur deg dhe një pjesë e gardit ishte rrëzuar. Megjithatë koteci i derave ishte ende në këmbë. Derat ishin aty dhe shtëpia ende nuk ishte shembur. Çiku u afrua pas vëllait dhe vështroi gjithçka përreth. "Do të duhet ta rregullojmë përsëri gjithçka, apo jo?" Gjoni shikoi përreth fermës dhe pastaj vëllan e tij. "Po," tha ai. Por këtë herë kishte diçka ndryshe. Në fillim çdo problem dukej shumë i madh për dy fëmijë. Tani, pas gjithçkaje që kishin kaluar, kjo dukej vetëm si një sfidë tjetër. Ndërsa dielli filloi të shfaqej përsëri në qiell pas stuhis, Gjoni kuptoi diçka të rëndësishme. Ajo fermë e braktisur po i mësonte të dy diçka shumë më të madhe se sa thjesht të mbijetonin.
po i mësonte të luftonin për jetën e tyre. Pas stuhis, ferma dukej ndryshe. Toka ishte ende e lagur dhe disa pjesë të gardhit ishin rrëzuar nga era. Por për Gjonin dhe Qikun, kjo nuk dukej më si një problem i pamundur. Në ditët e para në atë vend, çdo vështirësi dukej shumë e madhe për dy fëmijë. Tani, pas javësh të tëra duke jetuar aty, ata kishin filluar të kuptonin më mirë se si të kujdeseshin për atë tokë. Të nesërmen në mëngjes, Gjoni u zgjua herët si gjithmonë. Ajri ishte i freskët dhe disa re ende lëviznin ngadalë në qiell. Ai doli nga shtëpia dhe shkoi drejt kotecit për të parë nëse derat ishin mirë. Kafshët po ecnin në balë si zakonisht dhe dukeshin edhe më energjike pas shiut të natës. Qiku u shfaq pak më vonë duke fërkuar sy. Shtëpia qëndroi në këmbë, tha ai duke parë përreth. Gjoni buzëqeshi lehtë. Po, qëndroi. Të dy filluan ditën duke rregulluar dëmet e stuhisë. Gjoni mblodhi degët që kishin rënë pranë gardhit dhe përdori copa druri për të përforcuar pjesët që ishin rrëzuar. Qiku ndihmonte duke mbajtur dërasat ose duke vendosur gur për të mbështetur pjesët më të dobëta. Puna kërkonte kohë, por çdo pjesë që rregullonin e bënte fermën të dukej pak më e kujdesshme. Ndërsa punonin, Qiku vuri re diçka të çuditshme në kotec. Gjon mendoi se kemi më shumë dera. Vëllai i madh u afrua për të parë më mirë. Mes kafshëve më të mëdha, dy derkuc të vegjël po ecnin në balë, ende pak të pasigurt. Gjoni u habi. Mendoi se kanë lindur mbrëm. Qiku hapi një buzëqeshje të madhe. Do të thotë që tani kemi më shumë. Edhe pse ishte një gjë e vogël, për ta ishte shumë e rëndësishme. Më shumë dera do të thoshte më shumë mundësi për të mbijetuar. Gjoni filloi të mendonte se nëse do të kujdeseshin mirë për kafshët, ndoshta një ditë mund të shkëmbenin disa prej tyre për ushqim. Atë pasdite ata vendosën të pastronin më mirë tokën pranë shtëpisë. Bari ishte ende i gjatë në disa vende dhe e bënte të vështirë të ecje nëpër obor. Gjoni përdorte shatin e vjetër që kishte gjetur në depo, ndërsa Qiku mblidhte bimët e prera dhe i grumbullonte në një cep. Puna ishte e lodhshme për dy fëmijë, por pak nga pak hapësira rreth shtëpisë filloi të dukej më e pastër. Kur mbaruan, Qiku shikoi përreth me krenari. Tani duket më shumë si një shtëpi e vërtetë. Edhe Gjoni e vuri re ndryshimin. Vendi që dikur dukej i braktisur tani kishte filluar të tregonte shenja jete. Pjesa tjetër e pasdites ishte e qetë. Dielli ishte më i butë pas stuhisë dhe një erë e lehtë kalonte mes pemëve. Qiku ul pranë gardhit duke parë derat, ndërsa Gjoni ecte nëpër fermë duke menduar se çfarë tjetër mund të përmirësonin. Dhe pikërisht atëherë ndodhi diçka e papritur. Në mes të pasdites, një zhurmë e largët motori theu heshtjen e fshatit. Gjoni ngriti kokën me njëherë. Ishte zhurma e një makine që po vinte nga rruga me dhe. Dy vëllezërit rrallë shihnin ndonjë lëvizje në atë zonë. Rruga përdorej shumë pak dhe pothuajse askush nuk kalonte aty. Qiku vrapoi drejt vëllait. Gjon dikush po vjen. Gjoni qëndroi për disa sekonda duke parë në horizon. Një re e vogël pluhuri po ngrihej në rrugën që çonte drejt fermës. Zemra e tij filloi të rrite më shpejt. Ai nuk e dinte kush mund të ishte. Ndoshta ishte pronari i tokës. Ndoshta dikush që do t'i dëbonte. Ose ndoshta ishte vetëm një udhëtar që po kalonte. Makina u afrua ngadalë dhe ndaloi pranë gardhit të thyrë. Pluhuri ende ishte në ajër kur dera u hap dhe një burr zbriti nga automjeti. Pa e kuptuar, Gjoni kapi dorën e Qikut. Të dy qëndruan në heshtje duke parë burrin që vështronte fermën përreth. Ai bëri disa hapa drejt gardhit dhe shikoi shtëpinë e vjetër, oborin dhe derat në kotec. Pastaj sytë e tij u ndalën të dy vëllezërit. Për disa sekonda askush nuk foli. Heshtja dukej shumë e rëndë. Më në fund burri foli. Kush jeni ju? Në atë moment Gjoni ndjeu zemrën t'i rrihte edhe më fort. Ai e kuptoi se ndoshta sfida më e madhe e tyre në atë fermë sapo kishte filluar. Pas një heshtjeje të gjatë, Gjoni mori frym thellë dhe tregoi gjithçka. Ai shpjegoi se ai dhe vëllai i tij ishin lënë në rrugë dhe nuk kishin ku të shkonin. Ai tregoi se ferma dukej e braktisur dhe se ata kishin vendosur të qëndronin aty vetëm për të mbijetuar. Burri dëgjoi pa i ndërprerë. Ai shikonte herë derat, herë shtëpinë dhe herë dy djemë. Pastaj më në fund buzëqeshi lehtë.
kjo ferm ishte e xhaxhait tim, tha ai. Johnny ndiu një frikë të madhe për një çast, sepse mendoi se do t'u duhej të largoheshin. Por burri vazhdoi. Ai shpjegoi se xhaxha i tij kishte vdekur vite më parë dhe askush nga familja nuk ishte kujdesur për tokën. Vet ai jetonte në një qytet tjetër dhe pothuajse nuk vinte më. Ai shikoi përsëri përreth fermës. Kam menduar ta shes këtë vend shumë herë, tha ai. Por nuk kam pasur kur guxim të kthehem për ta rregulluar. Pastaj shikoi dy vëllezërit. Duket se ju keni bërë më shumë për këtë vend në disa javë se sa do të bënte dikush tjetër në vite. Qiku shtrëngoi dorën e Johnit. Ne vetëm donim një vend për të qëndruar, tha ai. Burri heshti për disa sekonda dhe më pas mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Nëse doni të vazhdoni të kujdeseni për këtë fermë mund të qëndroni. Johnny u habi. Vërtet? Burri tundi kokën. Po. Qiku buzëqeshi aq shumë sa dukej sikur e gjithë lodhja e javëve të fundit ishte zhdukur. Për herë të parë që nga momenti kur kishin humbur prindërit, dy vëllezërit ndjen diçka që ngjante me siguri. Burri u kthye te makina e tij dhe para se të largohej tha se do të kthehej ndonjëherë për t'i ndihmuar. Kur makina u zhduk në rrugën me dhe, heshtja u kthye përsëri. Johnny dhe Qiku qëndruan duke parë horizontin. Pas pak, Qiku pyeti me zë të ulët, John do të vazhdojmë të jetojmë këtu? Johnny shikoi përreth fermës, shtëpinë e vjetër, kotecin dhe derat që ecnin në obor. Ai mori frym thellë. Po, tha ai. Të dy u ulën në tokë përpara shtëpisë dhe pan diellin që po perëndonte pas pemëve. Vendi që dikur dukej i braktisur tani dukej ndryshe. Dukej si një shtëpi. Dhe në atë moment Johnny kuptoi një gjë shumë të rëndësishme. Jeta ndonjëherë mund të jetë e vështirë. Ajo mund të marrë njerëzit që duam, mund të na lërë vetëm dhe mund të na bëjë të mendojmë se nuk ka më rrugë përpara. Por edhe në momentet më të vështira, gjithmonë ekziston mundësia për një fillim të ri. Ndonjëherë ai fillim shfaqet në mënyrën më të papritur. Në një vend të harruar. Në një mundësi të vogël. Ose në një fermë të vjetër me dera që askush nuk i donte më. Johnny dhe Qiku kishin mbetur pa asgjë. Por me guxim, punë dhe bashkim, ata arritën ta kthenin braktisjen në mundësi. Sepse ndonjëherë ajo që duket si fundi i rrugës është vetëm fillimi i një rruge të re.